Unë kam dëgjuar që ti përmes kësaj metode të llogaritjes ke marrë pjesë në shumë gara. Këto janë krejt minjoja dhe çmimet që i ke marrë. A kanë qenë vetëm në Kosovë apo edhe jashtë Kosovës? Edhe jashtë Kosovës. Ku ke qenë jashtë Kosovës? Në Zvicër dhe në Dubai. Cila është e Zvicrës dhe e Dubai? Ta janë këto? Kjo është e Zvicrës edhe kjo është e Dubai. Çka ka qenë gara unika? Çka ka qenë, me çka ke garu? Ka ngaru me një garë me abakos Aha. në Dubai edhe në Zvicër, e me një garë në online, Po. që e kom fitu këto, kom garu me gishta, Me gishta. Cilin vend e ke marrë? dritin, E këto në Dubai? sporen, Të parin e ke marrë. Edhe e aty në ka qenë Zvicër dytin. në Zvicër dytë. Kanë qenë edhe këto që ajo metoda e llogaritjes me gishta? Po. Okej. Ato nivellet më të larta bojnë llogaritje me gishta. Okej. Edhe ti në këtë gara ke pas shumë sukses. E këto janë krejt në Kosovë? Jo, këto janë të niveleve të ndryshme. Aha, okej. E kjo është e Dubait. Kjo e Zvicrës. Jo, që kjo e Zvicrës, që kjo e online. Aha. Ajo ka në Zvicër atje edhe këto online e ke ba? Jo, në Zvicrë atje. Atje ke shku.